Së kryesisë Partisë Demokratike pas ditën e sotme, Gent Jangaba, kolegë analist më bashkuar në studio. Gent, të falenderoj. Faleminderit për ftesën. Na shtapur seria e zhvillimeve në Partinë Demokratike, sepse është muaj i zgjedhjeve në parti. Ishte një mbledhje sot pas dite, Sali Berisha kandidat i vetëm. Dhe në fakt me vendim kryesie, por edhe kur u pyet vet, ai tha që nuk kam tentuar që unë të krijoj kandidat kukulla gjatë ditës së sotme. Dgjoj, si që theve dhe vetë është seria, por është një telenovele vjetër tashmë, që për të hequr gjithë suspansën, edhe si kur të kishte kandidat në fund do të fitonte prapë zoti Berisha. Fatkeqësisht debati ngërthet tek një krizë e brendshme që reflekton një krizë më të madhe që ka politika jonë, sepse nëse shohim ka një simetri për sa i përket partive në mënyrën se si e zhvillojnë demokracinë e brendshme. Megjithatë, unë nuk jam i surprizuar, rikthimi i zotit Berisha është rikthim tek një lider që ka qenë sa themelues po aq edhe autoritar, ka ditur ta mbaj prezencën e tij në fush në mënyrë konstante dhe sfiduesit her pas here kanë tentuar, por asnjë s'ka arritur që të jetë alternativa për Ballti. Sfida ka qenë edhe keq kuptuar her pas here, sepse ne shohim si përcillet debati publik dhe nëse zoti Berisha ka qenë gjithmonë krijues në epitetet e veta, sfiduesit e brendshëm zakonisht kanë arritur që të bëjnë një oponencë, por jo ta identifikojnë veten kam në vit përgjithshme si krye opozitari. Nuk kanë arritur ta sfidojnë në sfidën që ai historikisht i ka vendosur qeverive të ndryshme. Do me thënë, nëse ti pyet Ashtin, se sot flitet për një betejë të brendshme dhe ky është keq kuptimi, nëse ti flet me Ashtin e PD-s, ata e shohin akoma si pater familja, si më i rëndi, dhe për sa kohë nuk ka një sfidues që t'i marrë skeptrin e sfiduesit të Ramës, me peshën, me historikun, me të gjithë ato patosin që ai vendos, pastaj hijet që mund të lëmpas janë gjë tjetër, por e shohin me adhurim, dhe kur futesh në atë sfidë, pra brenda rrethit të PD-s, gabimi është ky që të fillosh të sulmosh atë mediatikisht dhe të gjithë bien në këtë kurth, dhe duke qenë se Ashti është pronë e tij në kuptimin e përkatësisë, emocioneve, identitetit, gabojnë dhe shpesher vetë përjashtojnë në kuptimin e komunikimit publik. Pra unë e shoh në komunikim që ti marrës së Berishës fronin, duhet që t'jesh shumë i përgatitur në një betejë konstante me kundërshtarin e perceptuar të demokratëve. Sepse nëse ti e fut në një debat të brendshëm, edhe fillon përdor retorik të ashpër, dhe nuk ke bazën që ka ai, atëherë e ke të humbur pa nisje. Sidomos nëse ne shohim pastaj kandidaturat, sigurisht Saljani është personazhi që spikat më shumë, por të tjerët në përgjithësi duhet të ishin portreti i kryeministit të ardhshëm teorikisht. Patjetër, sepse ti je kandidat për kryetar, ti synon të jesh kryetar dhe kryetari automatikisht synon të jetë kryeminist. Kjo më duket sikur mungoi në radh të parë. Në radh dytë, për sa i përket posaçërisht Saljanit, duket sikur betejën e humbi qysh në nisje, sepse e filloi me një kafe me më të votuarit, pastaj ata shokët që u bashkuan në këtë sipërmarrje ikën rrugës. Pra ndonë se arriti të krijoj një perceptim publik se kishte mbështetje përmes aktiviteteve që bëri, nuk arriti që këtë mbështetje ta kthente edhe në një mbështetje strukturore. Pra ne nuk dim kush është nga deputetët që mbështet publikisht, as nga Këshilli Kombëtar. Nga kryesia e Partisë Demokratike jo. Kështu që në qoftë se nuk i kishte të gjitha këto kapacitete luftë-nxitëse ndaj Berishës, pra të kishte një grup njerëzish brenda partisë që bashkë me të mund ta sfidonin duke u kthyer ai në një pikë referimi,
e humbi këtë... Mendoj që i humbi një betejë, i hyri një betejë para kohë për Partinë Demokratike Saliane? 100%. Unë kam, në fillim, unë e parë si një gjë pozitive, sepse... Edhe u komentua që edhe i shkundi strukturat e Partisë Demokratike, solli një lëvizje të brendshme. Pikërisht, por në momentin që ti nuk arrin të bosh leadershipin e partisë, atëre nuk arrin të krijosh një sfidë të plot. Dhe nga ana tjetër, unë do me atë që jam përpjekur ti komunikoj atij në bisedat që kam patur, ka qenë që me apo pa dashjen e tij ai kishte një karton të kuq deri në 2029. Pra kishte kohën që të pozicionoj brenda PD-s me një betejë të ashpër ndaj Ramës, të rriste edhe më shumë profilin e tij publik, duke nisur edhe nga betejë e mëparshme, historiku i burgut e kështu me radhë, që të arrinte të pozicionoj si një trashëgimtar. Dhe në qoftë se jemi në këto kushte sepse për trashëgimtar bëhet fjalë. Patjetër. Do me thënë, unë për shembull për 5 vite jam lodhur me këtë betejë, do me thënë me retorikën e kësaj beteje, kam qenë pjesë e saj, kam akuzuar po ashtu, si që dëgjoj edhe përsëri këto akuza që përmend sot Saliani, zoti Berisha, kështu me radhë, por të gjitha këto çështje në një farë mënyre u vendosën në fletën e votimit në 11 maj 2025. Pra, aty kanë marrë vulën, po u thua për çështjet e brendshme. Është bashkë me Ramën, është i pandehur, është non grata, kishte alternativa të tjera siç ishim dhe ne në zgjedhje, që nuk morën atë lloj preferencë nga elektorati. Besuan zotin Berisha. Tani zoti Berisha kishte këtë lloj përgjegjësie. Në ana tjetër, edhe këtu është ndoshta gabimi. Unë shoh që ndoshta nuk duhet kishim bërë garfare duke qëndruar koherent me qëndrimin e tyre politik, se zgjedhjet u vodhën dhe nuk ishte pse të shkonte në zgjedhje. Në zgjedhje për kryetarin e madh, si quhet brenda PD-s, të bëheshin rinovimet për degët e kështu me radhë, por e bën zgjodhen dhe kjo është një garë pa garë dhe nuk ka edhe një lloj surprize. Ajo që shoh unë e zhveshur nga retorika është se zoti Saliani nuk u pa nga zoti Berisha si një partner në pushtetin e brendshëm të PD-s e para. Dhe pritshmëritë ishin të shumta kur Saliani doli nga burgu, që do të bëheshe pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, por asgjë nuk ndodhi në fakt. Jo, me sa mbaj mend unë, ai është kooptuar. Në kryesi po. Në kryesi po. Do me thënë, për e parë në atë fshatin e vogël që është partia, ti jesh në kryesi, është arritje shumë e madhe. Ke kapur të gjitha. Nuk, do me thënë, ne po sepse kjo është logjika që ndoshta nuk kuptohet, sepse duke u zhvilluar në televizion kryesisht, kjo betejë verbale dhe në portale, ne kujtojmë se është një garë për të marrë vendin e kryeministrit. Të kuptoj. Është një garë e brendshme dhe aty logjika është shumë e ashpër dhe kundërshtarët bëjnë edhe më të këqij se kundërshtari vet ndonjëherë. Po pavarësisht kësaj, finalja e gjithë kësaj betejë që ka qenë mediatike mes Berishës edhe Salianit ka përfunduar me akuza shumë të rënda, siç Saliani vetë përjashtohet, thotë se Lia Blu, Partia Demokratike, për lidhje me krimin, dhe kur i ke lidhje automatikisht i përjashtuar, edhe sipas asaj që Ivi Kaso njoftoi pak më përpara, apo Berisha që flet që Saliani u shit në burg, domethënë kanë shkuar në ekstreme akuzat mes tyre. Në qoftë se jemi mësuar me një gjë këto kohë, është që akuza është arma e parë në politikë. Por e zhveshur nga retorika, mbetet në thelb një betejë për pushtet. Me thënë, akuza është një mjet që ti të bindësh njerëzit. Edhe, si që thash më parë, këtu akuza janë të stërdëgjuara, nga dy akra. E vërtet. Më thuaj ti kur nuk i është thënë zotit Berisha që e non grata në 5 vitet e fundit, që bashkëpunon me zotin Rama, që ka konflikte. Ke pakte të fsheta e tjere tjere. Do me thënë, por si do qoftë që kjo të jetë e bashkëndjerë nga ata që do të votojnë ty nesër, duhet të ketë një reagim nga demokratën në radhë të parë. Nga ata demokratë që mbështesin zotin Berisha. Dhe në qoftë se nuk ketë kthehet në bumerang, sepse në çdo parti, në çdo vend të botës, elektorati e racionalizon akuzën. Pra, quhet confirmation bias, nuk pranon
informacion për atë lider që mbështet që nuk përkon me idet që ai ka në brenda vetes. Të shohim një rast, për shembull, në Amerikë, J.D. Vance çfarë nuk ka thënë për zotin Trump. Po, dhe ai u bë nga njerëzit më të afërt. Ato nuk kanë hyrë në veshët e magës, por zoti Vance u bë zëvendës presidenti i tij. Pra, po dhe kemi parë dhe raste të tjera këtu në Shqipëri ku gjëra shumë të rënda kanë ndodhur për shkak të 97-s brenda PD-s dhe një pjesë e tyre ju bashkuan karrocës së fitimtarit. Dhe kjo është një tjetër koncept i politikës, si quhet bandwagon, pra kur njerëzit të bëhen rreth atij që perceptohet si fitues i mundshëm. E vërtet. Në qoftë se ti nuk e ke këtë, si ti mund të bësh një fushat të mirë mediatike, por në thelb, në qoftë se nuk prodhon gjë konkrete, por vetëm zhurmën e akuzave, është e vështirë që të marrësh një rezultat të mirë. Ne të dy besoj që ndajmë të njëjtin mendim që çdo njeri që të kandidonte përballë Sali Berishës, 23 maj Sali Berisha do të fitonte, apo jo? Pse mund të interesonte Sali Berishës që të mbetet edhe i vetëm në fletën e votimit dhe mund ta lejonte edhe garën, qoftë me Salianin apo edhe me këdo tjetër, dhe prapë do të ishte fitues? Edhe me Salianin do fitonte, nuk kemi me pikpyetje këtu. Salianin, e thash, nuk e sheh si partner në lëvizjen që ai ka ngritur zoti Berisha pas rikthimit të tij. Dhe e dyta, e sheh veten të pasfiduar dhe nuk do që ata që sfidojnë të marrin legjitimitetin e brenda partisë së tij përmes një gare që ai ofron. Do me thënë, do ishte me një qoftë se me do ishte shumë bukur politika. Por në realitetin në cilin ne jemi dhe të gjithë ata që ishin kërkues ose sfidues zotit Berisha kanë qenë legjitimues të rikthimit të tij në këto pozita. Pra si themelusi i parë, si njeriu që është bërë një padrejtësi, si njeriu që është i vetmi që mund ta sfidojë Ramën, të gjitha këto, sepse në thelb procesi i rikthimit kjo ka qenë. E qartë, sepse para 4 vjetësh to ishin, le të themi, kartat e rikthimit të Berishës. Padrejtësia e rikthehur sërish. Nga njëra anë pastaj kanë humbur mundësinë që ta sfidojnë, sepse kur Berisha u rikthye në krye të saj, është po ajo kafsh politike me ato instinkte që sigurisht e kanë ndihmuar të bëjë gjëra pozitive për vendin, por e kanë ndihmuar po ashtu ta qeverisë me grusht e hekur PD-n. Dhe nuk ka asnjë surprizë këtu. Por ai duhet Partisë Demokratike mbas asaj luftës, betejës së brendshme që i ndodhi, se të përjashtosh Salianin është një ndër figurat dhe kontributorët ndër vitet të kësaj partie. Ai sheri mes demokratëve në Korçë, ku Korça, qytet kryesor, u bë që të mos 5 vjet që domethënë që vetëm mos zhvillonte zgjedhjet siç ndodhi këtë të diel për kreun e Partisë Demokratike, apo edhe përjashtimet në Elbasan, në Durrës. Ne po komentojmë gjërat siç janë. Po. Dhe është e qartë që asnjë forcë politike tani në rrethanat në cilat ndodhemi, sepse kemi dhe raportin e Parlamentit Evropian që konfirmon këtë, përballë një autokracie elektorale, nuk është e vetme e mjaftueshme për të sfiduar Ramën. Dhe nga kjo pozitë duhet të nisë një reflektim. Duke marrë të mirëqenë rezultatin e 11 majit, pra renditjen e partive ndryshme, aktorët politik duhet të jenë në gjendje të shkëputen nga interesat e ngushta dhe të gjejnë pikën e përbashkët të komunikimit. Unë e marr si të pamundur që PD-ja të ndryshoj me zotin Berisha përtej masës që ajo ka shfaqur në këto zgjedhje, në kuptimin që ai do të dojë që të jetë kryetari saj, do dojë ta sfidoj përsëri Ramën, por duke patur parasysh që mori një sasi votash në 2025, ajo sasi votash tani është një njësi macme për të gjithë ata që do duan që të jenë në opozitë dhe të sfidojnë zotin Rama. Në qoftë se zoti Saliani pastaj do të mbarë një lëvizje paralele dhe ai do të krijojë një parti, dhe sigurisht në qoftë se të gjithë bashkë do të gjejmë pastaj një vijë të mesme për të sfiduar zotin Rama, do të ishte e urueshme. Por nuk shoh, do me thënë, ndryshime të qëndësishme që nuk prekin zotin Berisha. Po, tani do të ketë një kuvend në fund të muajit dhe do të ketë një rifreskim dhe në qoftë se ai do të dojë të mbaj veten dhe strukturën me cilin është aktualisht është një pamundësi edhe më e madhe, sepse në qoftë se do të mbaj veten, nuk mund të mbaj dhe njerëzit që deri një farë mënyre kanë dhënë
shumë pak punë e tyre mbetet atyre për të analizuar, por duhet që të ketë një rifreskim në atë që është ekipi. Pastaj në qoftë se ne duke shkuar më tej në zgjedhjet e 2029-s, do të shohim, dhe ndoshta ky mund të jetë ndonjë zhvillim, që do të gjendet një kandidaturë tjetër që të jetë për kryeministër, dhe kam përshtypjen që në një farë mënyre për shumë rrethana do të jetë rrugëtalja, do të shkojmë drejt saj. Do të shkojmë drejt saj, dhe ndodh në Francë për shembull që Marine Le Pen, që është pronarja e Rassemblement National, është po ashtu dhe mbrojtja dhe promovuesja e Bardelas, që është ai që imazhi i ri i partisë. Pra një kandidati. E kuptoj, por kjo u bë debat shumë i gjatë para zgjedhjeve të 11 majit, dhe ty të kujtohet shumë mirë që ja do të jetë Berisha kandidati për kryeministër. Dhe në finale aty shkuam që nuk u dha përgjigje për një kohë të gjatë, por pastaj në finale tha që padyshim do të jetë kandidat për kryeministër. Nëse ne i qëndrojmë me retorikës dhe perceptimit që nga brenda ata kanë për realitetin politik, pra që ndjen të sulmuar nga drejtësia, nga lobimet e kështu me radhë, nuk e kanë Berisha, të themi, nuk e kanë ndjer akoma në veten të gatshëm që të bëjë një hapas. Megjithatë, nëse besoj do ta ndjej veten të sigurt pasi mori një konfirmim, ndoshta jo mazhoritar në zgjedhjet e 11 majit, do të kuptoj që nga pamundësia që mund të bëhet edhe evidente për shkak të moshës, le ta zëm kështu, do të duhet një kandidat që të jetë më prestant në fushat, që është. Të kuptoj, po zoti Berisha, për me thënë drejtën, vërtet ka moshën, po energjitë e zotit Berisha nuk e ka asnjë nga ata që ka rreth e rrotull në selin e Partisë Demokratike. Ky është problemi i Partisë Demokratike, ose le të themi kështu, edhe dënimi në një farë mase, sepse nuk është një personazh i dosidoshëm, është një figurë historike me të mirat e këqija të tij që arrin që të prodhojë më shumë se të tjerët. Ndoshta ajo nuk është e pëlqyeshme nga një pjesë e madhe e elektoratit, dhe për këtë mund të bjem dakord, por që ta sfidosh, të kthejmë te fillimi, që ta sfidosh duhet të bësh të paktën saj. E vërtet. Dhe mund të ketë shumë spekulime, anatemime, por unë kam patur fatin këto muaj, disa muaj më parë, të shoqëroj në Shqipëri Krisillin, ish ambasadorin dhe ish ambasador amerikan në Beograd. Edhe më rrëfeu takimin e përfaqësuesve opozitar të kohës me sekretarin e shtetit James Baker. Edhe tha që ndër të gjitha ata ishte i vetmi që spikati dhe i la një mbres shumë pozitive Bakeri, dhe madje kur Bakeri u thonte në vende të tjera të botës për shkak të mbresës kishte marrë nga Shqipëria dhe nga opozita këtu, në çdo ndërveprim me shtete tjera thoshte sipas Hillit që si mund ta përfshin Shqipërinë këtu në këtë iniciativë. Pra, është një figurë shumë komplekse, ka të mirat e këqija të veta, ndoshta problemi i PD-s në përgjithësi është që nuk arriti që të shkëputej me të në 2013-ën, që të kishte një opozitë jo duale kështu me radhë, por tashmë jemi përballë realitetit. Edhe ky realitet është për të komentuar për mirë apo për keq, por është një realitet. Dhe aktorët politikë, nëse duan ta sfidojnë, duhet që të kenë një forcë po aq sa zoti Berisha. Ose në paktën sa gjysma e tij. Edhe për të thënë një gjë nga pikpamja e demokratëve. Sepse ne jetojmë në shoqëri që është e polarizuar. Ishte edhe tek raporti i Parlamentit Evropian. Dhe ata e shohin veten si pjesë të një sistemi që është autokraci elektorale, siç thotë raporti i Institutit Videm. Edhe në një autokraci elektorale e shohin të përligjur mbështetjen e tyre për Berishën. Pra ata që janë demokratët e sotëm që janë mbështetës së tij. Dhe si zgjidhet kjo, pastaj është përgjegjësia e leadershipit atyshëm për të dhënë një zgjidhje midis pamundësisë për të
ndryshuar Berishën në këtë moment dhe nga ana tjetër nevojës që t'i bësh ballë një autokracie elektorale me një opozitë që ka nevojë të bashkohet. Ja, meqense erdhëm tek raporti i miratuar sot në Komisionin për Politikën e Jashtme të Parlamentit Evropian, lexim ndryshe nga qeveria, lexim ndryshe nga opozita në fakt, siç ka ndodhur me çdo dokument apo raport tjetër. Jemi në analizën që ti bën gent të bllokuar në integrimin apo jo? Gjon, nuk është se ka ndryshuar metodologjia dhe kapitujt mund të hapen, që është si të regjistrohesh në provim, por a e merr provimin apo jo është çështje tjetër. Nuk ka një, le ta themi kështu, semafor të kuq. Semafori është i verdh. Pra duhet të nxitosh, të bësh ato gjëra që ata të kërkojnë, pra para se të kalosh ose do ndalosh, vendos të ndalosh, pra që të përballesh me sfidat që ke, se ato skanohen shumë mirë, që është çështja e zgjedhjeve, që është çështja e imunitetit, që është çështja e drejtësisë, çështja e mediave, dhe një parlament që është ekzigjent dhe verifikues ndaj qeverisë e kështu me radhë, dhe të gjitha këto duan adresim dhe jo adresim, le ta themi kështu, si ato shenja që bën ti mbi pyetjet e tua bëra. Jo, duhet një proces që të jetë bindës, i brendshëm, i bashkëndar, por edhe i pranuar nga ata në Bruksel. I certifikuar, le të themi. Dhe një nga problemet që ne kemi tani është një problem që ja kemi krijuar vetes, që është çështja e imunitetit zonjës Balluku. Nuk ishte, u bë, pavarësisht se reforma në drejtësi ka qenë në kali betejës me cilën ne jemi prezantuar në Bruksel. Dhe vlerësimet më të mira që kemi marrë për punën e SPAK-ut. Dhe kur erdhi momenti që ne duhet të merrnim një vendim që ishte kritik, siç u tha nga zoti McAllister kur vizitoi Shqipërinë, ne dështuam dhe kjo përgjegjësi mbetet zoti Rama. Ama nuk është një makinë që ndalon në vend. Do me thënë, ata do ushtrojnë presion që kjo gjë të zgjidhet, ata e kanë mbajtur shënim, por procesi po vjon, po më thua. Do me thënë, ne mund të shkojmë atje të flasin, kemi bërë këtë, kemi bërë atë, por le ta themi kështu, kapitulli i themeloreve, ku hyn dhe shteti së drejtës, është i pari që hapet dhe i fundi që mbyllet. Pra ti mund të thuash, unë kam bërë progres tek fondet e bujqësisë, pavarësisht se edhe aty kemi korrupsion me fondet e IPART. Kam bërë progres tek arsimi apo tek tregu i lirë, pavarësisht se në gjitha këto kemi probleme. Por në qoftë se ti nuk mbyll të, atëherë ti mund të rish pafundësisht në proces. Dhe këtu duhet një vullnet politik që zoti Rama i mungoi kur votoi kundër kërkesës së SPAK. Gjithsesi, kjo do të jetë një rrugë e gjatë edhe pse objektivat janë për të mbyllur në 2027 në pjesën të madhe. Tash është u regjistrova në provim, por e marr apo jo është çështje tjetër, është çështje për. A mendon që gjeopolitika do të na marri me vete për të na çuar në Bruksel apo pa bërë në ato gjërat kryesore themelore për një vend që duhet të jetë brenda familjes europiane nuk na antarësojnë? Gjeopolitika i kanë ndihmuar ata të mbyllin hundën, pra Bashkimin Evropian, thotë për arsye gjeopolitike ne po mbyllim mundën. Po ne nuk mund t'i detyrojmë ata, meqense ekziston ky konsensus mbi nevojën gjeopolitike, të mbyllin edhe sytë dhe veshët me çfarë ndodh në Shqipëri. Dhe ne për sa kohë për shembull një sfidë që është shumë serioze dhe e rëndësishme për t'u zgjidhur për të dalë nga ky rreth i vicioz i krizave politike, që është reforma zgjedhore. Dhe aty thuhet që duhet të ketë një reformë konsensuale, gjithëpërfshirëse, pra duhet marrin pjesë gjithë aktorët dhe të jetë një produkt i mirë që të ketë një certifikim edhe europian. Dhe këto janë sfida që ne duhet t'i bëjmë vetë. Që po t'i kthemi backgroundit ne, reformat i kemi të njanshme. Ky është një shans i mirë për opozitën, sepse kjo është politika në thelb, që ti të përdorësh mjetet që ti ke për të si në judo, është kundërshtari shumë i madh se ti ke këtë mjet mund ta palosësh, nëse ti arrin që të bindësh gjithë spektrin opozitar, të bësh kompromiset që duhet të bësh me spektrin opozitar, pra në këtë rast është Partia Demokratike që duhet të jap nga vetja kërkesa që vijnë nga partit alternative ose të vogla, t'i quajmë kështu, dhe ka një përpjekje siç është publike tashmë nga zoti Asimja, dhe ky është një hap i mirë dhe pozitiv. E vërtet, por tangoja opozit është e vështirë që të kërcehet edhe për hir të integrimit në këtë situatë të polarizuar edhe historike që ne kemi mes PD-s dhe PS-s apo jo? Është e vështirë, por e domosdoshme. Sepse nuk ka rrugë tjetër dhe normalizimi edhe jetës politike duhet të vijë nga një parlament që është funksional, sepse nuk është se ne presim që ata të shkojnë mirë në rrugë
apo në dreka darka. Ne presim që ata të shkojnë mirë aty ku bëhet politika institucionale në parlament. Në parlament problemi është që ne kemi një parlament që është noterizues. Nuk po këtu është një përgjegjësi e bashkëndarë e partive tona kryesore që në përgjithësi e parlamentin e kanë trajtuar sidomos pas 2008-ës si një dhomë noterie. Megjithatë ka arritur në këtë moment kemi arritur në oktavën më të lartë të këtij problemi se zoti Rama as nuk shkon, as nuk jep interpelancave. Komisionet hetimore që janë të domosdoshme sepse se do shkojmë pastaj te protesta apo jo. Po, patjetër me ato ta mbyllim. Por nëse ti nuk vjen në interpelancë, ti nuk më jep komisionet hetimore si mjetet e mia politike, si jam unë si opozitë në gjendje që të mbaj ty përgjegjës, të ushtroj kontrollin tim përballë kërkesave që kam dhe nga qytetarë që të mbaj përgjegjës. Dhe nëse zoti Rama nuk përgjigjet nga njëra anë, dokumentat europiane i kërkojnë dhe ati të jetë bashkëpunues nga kjo pikpamje, por nga ana tjetër ky është tensioni i PD-s. Në kuptimin që ka nga njëra anë nevojën që të jetë në institucione dhe është. Dhe nga ana tjetër të tregoj që për shkak të faktit që dosja e zonjës Balluku nuk shkon në parlament, për shkak se nuk merr interpelancat, për shkak se nuk merr komisionet hetimore, të bëj një reagim, sepse përndryshe do ishte në një ngërç edhe institucional, sepse nuk merr atë që kërkon, dhe politik, sepse militantët e tyre do kërkonin një reagim të paktën. Po çfarë po sjellin protestat kombëtare të Partisë Demokratike për fund, megjithëse këtë të premte kemi protestën tjetër të radhës, e 8-a mos gaboj unë, që nga dhjetori i shkuar. Është një formë simbolike e ushtrimit të një kontrolli alternativ mbi mazhorancën, është sigurisht një tonifikim i strukturave politike, është një betejë simbolike, le të themi. Kështu ka qenë gjithmonë, pavarësisht nuancave. E vërtet, se ne bjem dakord të gjithë që në këtë vend ka 1001 arsye për të protestuar, po është kjo forma për të sjellë qeverinë teknike, të tregoj një përvojë personale. Zgjedhjet e reja siç kërkon opozita. Po. Unë kam qenë pjesëmarrës i një proteste të organizuar nga shoqëria civile kur ndoli çështja e zonjës Balluku për punën e imunitetit dhe ishim u thira nga organizuesit zoti Mariglen Qirio, nuk e mbaj mend emrin fiks, dhe ishim 7 veta dhe unë, kështu që kishim bërë protesta para kryesisë kuvendit. Po. Pastaj ka marrë pjesë dhe të protesta e zotit Sheja, po para kuvendit, ishim nga 8, ishin 200, edhe unë isha i 201, ose 301. Ka marrë pjesë të protestat e zotit Adriatik Lapa, si qytetar për të njëjtën arsye. Edhe këto tregojnë që ne kemi po një dëshirë për të qenë një shoqëri aktive, edhe nga pikpamja politike, edhe nga pikpamja e shoqërisë civile, por pjesëmarrja është dukshëm, ka ardhur dukshëm në protesta në përgjithësi duke u tkuar. E kuptoj këtë, por kryefjalë është bërë Molotovi në protestat e fundit të Partisë Demokratike, ajo që ndodhi te vila e ish diktatorit Enver Hoxha, tek qeveria, një stil ndryshe i policisë në protestën e fundit për të kapur ata që i quan hedhësit e Molotovit drejt institucioneve. Është një bazë që hedhin, le ta themi kështu, sepse nga njëra anë duan që të marrin vëmendje ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër kur marrin vëmendje ndërkombëtare i bie që të marrin dhe një qortim, është janë në te. Nëse nuk e bëjnë duket sikur janë shumë të butë, nëse e bëjnë duket sikur janë shumë të ashpër dhe në mes duhet të qëndrojë një fare vërtete. Ne jemi të vetëdijshëm që protestat nuk prodhojnë ose deri tani një ndryshim. Pra, një përmbysje le të themi të një qeverie apo shkuar në zgjedhjet parakoshme. Janë ato të viteve 90 që kanë qenë edhe për shkak të rrethanave ekonomike, sociale të popullsisë, kanë qenë përcaktuese për sa i përket ndryshimeve në qeveri. Megjithatë, opozita është e dënuar që të vijojë me këtë rrugë të dyfishtit, folëm. Pra, nga njëra anë të ushtroj presion në rrugë, duke u përpjekur të marrë vëmendje ndërkombëtare pa ju kthyer në bumerang, në ana tjetër është e detyruar të shkojë dhe në zgjedhjet e vitit të ardhshëm dhe kjo është sfida. Nëse deri në 2025 zoti Berisha ka qenë në një urgjencë permanente për shkak të perceptimit që ata kishin se ndiheshin sulmuar, tani ka gjithë luksin që të mendoj kthjellët për atë që do të jetë bashkëpunimi në opozitë
e para, dhe e dyta, cilat do të jenë kandidatët e prezantuar jo... Po se Rama është disa hapa para, ka muaj që ka njësur punën për zgjedhjet e 2027-ës, e nisi fushatën një vitet sa para ata, sërish edhe pse janë pushtet. Është i kalor si t'i varen këmbët për shkak të pushtetit. Dhe aty tek qofse ne e kemi parë raportin e sotëm, në raport ka një fjalë që është marrë nga raporti OSBE Odirit dhe thotë që linja ndarëse mes partisë të pushtet dhe pushtetit nuk ekziston. Pra, këtu është dhe një farë problemi që kemi ne si shoqëri kur ne nuk e pranojmë në një farë mënyrë, në mënyrë të thorë të gjë. Ose duhet të jetë një reagim që ne të gjithë të rebelojmë kundër saj, ose do pranojmë që me të mirat e të këqijat kjo opozitë në gjitha sfumaturat e vetë e saj është e vetmja që po bën një përpjekje. Po them që nga zoti Qori deri te zoti Berisha, pra kalojmë nga Majta. Edhe kjo është sfida, do me thënë, të shkojnë në zgjedhje, të maksimizojnë rezultatin, të shkojnë pastaj në zgjedhjet e tjera me një përvojë më të madhe, me më shumë muskuj për shkak të zgjedhjeve të mëparshme, dhe politika nuk është në një shpikje madhe, është punë e përditshme. Dhe më pak punë e përditshme do të thotë që ti të jesh në shërbim të qytetarëve ditë për ditë dhe të kesh dhe fuqinë, sepse pa fuqi veten dëshira këto, se ka shumë parti që duan të bëjnë ndryshimin, po s'pate forcën për ta bërë dhe mbështetjen e qytetarëve, atëherë mbetesh një... E vërtet, aq më tepër sistemi që kemi ne aktualisht se çdo të bëhet, do të ndryshojë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare apo jo, i detyron sidomos të vegjëlit të bëjnë marrëveshje me të mëdhenj se veç morën vota edhe u dogjën shumë vota. Bipolarizmi në Shqipëri nuk është përjashtim, është rregull. Patjetër. Do me thënë, partitë e vogla nëse duan ta sfidojnë status quo-n, kanë përgjegjësinë që të jenë shumë më shumë se kaq. Pse nuk ndodh? Atëherë duhet të kuptojmë që në një farë mënyrë është si dhe përgjegjësia e aktorëve kryesor, para PD-s dhe PS-s që ndër vite kanë konsoliduar këtë gjë, dhe një mendësi dikotomike e shqiptarëve në përgjithësi se nuk kanë shumë nuanca, dhe nuancat që kanë i kanë si shprehje të pakënaqësisë ndaj momentale, po jo një sfida fatgjatë. E vërtet. Të shikojmë zhvillime të shumta na presin. Gent Gaba, falenderoj që ishe me mua në studio dhe ndam të analizë së bashku. Faleminderit.